Ndoshta ju sot jeni duke luftuar me mendimet e vështira, ndoshta ndjeni të lodhur nga jeta, apo jeni lënduar nga dikush. Por, unë po ju them, nuk jeni të dobët. Ju jeni thjesht duke u përballur me ndryshkun. Dhe ndryshku mund të pastrohet shumë lehtë. Mund të pastrohet duke pasur dashuri për veten. Durim që e keqja do kaloj. Që ty nuk të mposht asnjë gjë. Mos e lejoni pra mendjen tuaj të bëhet armiku juaj. Mos e ushqeni frikën. Mos e lejoni ndryshkun t'ju gërryej ashtu në heshtje. Zgjidh atë mendimin pozitiv dhe përsërite gjatë gjithë kohës. Fale veten tënde për gabimet që ke bërë. Beso se ti je më i fortë se sa mendon. Beso se askush nuk mund të shkatroj përveç se nëse ti e lejon. Dhe unë besoj me gjithë zemër se ne të gjithë jemi krijuar për të shkëlqyer dhe jo për të ndryshkur. Ngrihu pra, besoj vetes tënde, pastroje mendjen tënde dhe jeto me guxim, sepse hekuri është i fortë, por ti je më i fortë se hekuri.